Përshëndetje nderuar teleshikues, jemi në edicionin informativ këtu në News 24, do t'ju njohim tani mëngjesisht me informacionet e fundit. Pas rreshjeve të shiut në qarkun e Dibrës ka nisur rreshjet e Dëborës. Zonat më të prekura nga Dëbora janë në njësit Lurë dhe Kalaja Dodës, ndërsa në Martanesh trashësia ka kaluar 10 cm. Ndërkohë një aksident ka ndodhur në rrugën e Arbrit. Për detaje ne do të kemi një komunikim të drejtë për drejtë me kolegun Enver Doçi. Enver, përshëndetje, çfarë ka ndodhur dhe a ka dëmtuar nga aksidenti? Zoni shiu. Në rrugën e Arbrit ka ndodhur një aksident, një polpastruese që pastronte borën në rrugën e Arbrit, janë përplasur 3 makina, ose mund të thëmë aksident I trafiksh pranë tunelit të Morrisit në rrugën e Arbrit. Polpastruesja ka qenë duke pastruar borën, po kështu ka rrëshqitur makinat dhe janë përplasur. Raportohet për një person që kanë rritur në spital dhe 3 të tjerë të lënduar. Duhet të theksoj se rruga e Arbrit në orët e para të mjesit ka qenë shumë problem si nga krahu I Tiranës në tunelin e Morrisit, po kështu dhe nga krahu I bashkisë Klosit. Për sa I përket rrugës Arbrit nga tuneli I Morrisit deri në Peshkopi ka patur probleme deri në këto momente që po flasim, pavarësisht se borpastruesit ishin në rrugë, po ishte e pamundur se rreshjet e Dëborës vazhdonin dhe temperatura. Kemi probleme komunikimin me kolegun Enver Doçi, ndoshta për shkak të kushteve atmosferike është vështirë që të bëhet komunikimi I plot, ndërkohë këto janë pamjet e borpastrueses dhe aksidentit që ka ndodhur më herët në rrugën e Arbrit, shohim dhe mjetet e dëmtuara, ndërkohë kemi sërish kolegun Doçi I cili është drejt për drejt, është në rregull teknikisht. Po Enver, të dëgjojmë. Tani dhe tek tuneli në qafën e Vullit, për disa orë mjetet kanë një të bllokuara, pasi kanë rrëshqitur nga bora, por aty për momentin nuk patër polpastruese, nuk pasi erë polpastruesja u bë edhe ndihma e policisë së shtetit, u bë e mundur lizja e automjeteve që vinin nga Tirana në drejtim të Dibrës dhe nga Dibra në drejtim Tiranës. Në rrugën e Arbrit nuk vis vetëm qarku Dibrës, por vis dhe Maqedonia Velike dhe Bullgaria. Për deri këto momente që po flasim, akoma ka probleme në disa segmente të rrugës Arbrit, si në Maqellar, te pisha të Fushkuqisë, te tuneli I Morrisit dhe te tuneli I Qafës Bullit. Për sa I përket situatës të përgjithshme në qarkun e Dibrës nga rreshjet e Dëborës, njësia Lurë, Kalaja Dodës, Selvisht, Zaldar, Zaldresh, Ostren dhe zona e Martaneshit ka kaluar mbi 15 cm. Ka patur dhe rrëshqitje gurësh dhe gjatë natës së mbrëmshme, pasi kanë patur vetëm rreshje shiu, ka pasur rrëshqitje të traseve të rrugëve të rurale dhe kështu rrëshqitje dherash. Po kështu dhe ka patur në disa njësi të tella, ka patur mungesën e energjisë elektrike dhe pasi telat janë këputur nga rreshjet e Dëborës dhe rrëzimi I pemëve. Grupi ESHS është në terren, po punon për rikëthimin e energjisë elektrike. Këto janë të dhënat nga qarku Dibrës deri në këtë moment që po flasim. E qartë, Enver. Mirëmbajtja e rrugës së Arbrit është përgjegjësia e RSH-s apo e koncesionarit? Koncesionarit tani duhet të theksoj që faktikisht më para se të filloshin rreshjet e Dëborës, firma që ka ndërtuar rrugën e Arbrit duhet të kishte nxjerrë borpastrueset në rrugë para se rruga të pushtonte nga bora dhe ngrica dhe të hudhte krip dhe skorje dhe të ishte në gatishmëri rruga e Arbrit për të nisur ato mjetet. Sikur ta theksova dhe më sipër, nuk nis vetëm qarku Dibrës, por nis komplet Maqedonia dhe Bullgaria. Ka patur pakina të parë të Maqedonisë. Ka probleme me audion kolegu Doçi. Për të lëvizur në drejtim të Tiranës dhe në drejtim të Dibrës. Në rrugë e Arbrit mund të theksoj që ka herë të ketë rreshje bore ka problem, prandaj firma që mban rrugën e Arbrit, firma koncesionare ose firma që ka ndërtuar rrugën e Arbrit duhet të jetë të lojë përpastruese të gatishmëri nga tuneli I Morrisit deri në Peshkopi, se kjo është një problematik, pasi sa herë ka rreshje bore ka probleme dhe makinat dalin jashtë rrugës. Sikur ta theksum dhe më sipër, te tuneli në hyrje të Morrisit, për fat të mirë se aty mundohte me aksident me pasoja,
por atë 3 makina njëra pas tjetrës janë përfshirë nga përpastruesja që pastrohet rrugën e ardhmë. E kuptova. E qartë Enver, faleminderit për çdo informacion që ndave me ne do të kemi komunikime të tjera në vijim në rast se ka dinamika të tjera. Faleminderit dhe juve. Shohim të tjera zhvillime, rreshjet me intensitet të lartë që ranë gjatë mesnatës kanë vështirësuar situatën nga përmbytjet në të gjithë qarkun e Durrësit. Në zonën e Ishkënetës, uji ende nuk është tërhequr nga banesat, ndërsa vërshime ka edhe në aksin Shkozet-Shijak. Ne do të kemi komunikim drejt për drejt tani me kolegen Klodi Axhia, e cila do të na njohë me detajet e fundit. Klodi, përshëndetje. Përshëndetje Klevin, në fakt do të përcjell edhe informacionin e fundit ku 3 ditë pas përmbytjeve që kanë përfshirë bashkinë e Durrësit, duke se zona më problematike tani që flasim është zona veriore në Durrës, është bashkia e Suktit me fshatrat Hamallaj, me bashkinë e Suktit, Katundin e Ri, me fshatin Hamallaj, ku gjatë ditës së sotme lumi erzen është qarë në disa pika argjinatura e tij dhe përpasoj janë 2500 hektar tokë bujqësore të përmbytur dhe një numër i konsiderueshëm i banesave në fshatrat e mësipër ku përmenda. Është informacion që përcillet në minutat e fundit nga shtabi i emergjencës në Durrës, pasi situata duket se po agravohet në zonën veriore në Durrës si pasojë e prurjeve të mëdha të lumit erzen. Informacion janë marrë masa paraprake duke qenë se tani ka ndodhur çarja e argjinaturës. Shtabi i emergjencës më thotë që gjitha grupet së bashku, të gjitha grupet e shtabit e emergjencës të Ministrisë së Mbrojtjes janë zhvendosur në zonën veriore të Durrësit, pikërisht këtu ku kërkohet edhe ndihma e parë për sa i përket banorëve të cilët janë të përmbytur. Është një informacion që sapo na ka mbërritur, ndërkohë që nga thuhet për 500 hektar tokë bujqësore të përmbytur në fshatrat Katundi i Ri, Katund Suk dhe Flak. Ndërsa në zonën e Suktit janë lagja numër 1, 2, 3 që kanë shkaktuar vështirësi për banorët në qarkullim si pasojë e ujit i cili ka shpërthyer në rrugë edhe në tokat bujqësore, ku edhe mësohet se një familje është evakuuar nga shtabi i emergjencës gjatë minutave që neve flasim. Ndërkohë që unë kam qenë sot për gjatë gjithë qytetit të Durrësit në zonën e Shkozetit, në zonën e Kënetës dhe aktualisht që flasim, situata vjen drejt një përmirësimi minimal pasi uji është tërhequr nga një numër i konsiderueshëm banesash në zonën e Shkozetit, por dëmet e shkaktuara janë goxha të mëdha sepse uji ka lënë dëme si në orendi ashtu edhe si në orendit shtëpiake, ashtu edhe në mobiljet elektroshtëpiake të banorëve. Një dëm i konsiderueshëm i shkaktuar bizneseve kryesisht në zonën industriale të Shkozetit, neve pas pak do të keni edhe pamjet edhe intervistat që kemi marrë në zonën industriale të Shkozetit, ku janë një numër i konsiderueshëm biznesesh të përmbytur prej 3 ditësh pa aktivitet. Punëtorët nuk kanë shkuar në kompanitë të cilat gjenden në zonën e Shkozetit si pasojë e ujit i cili ka përfshirë katet e para të bizneseve industriale, ndërkohë që tek banorët situata është më përmirësuar pasi është larguar uji, por ka lënë dëme të konsiderueshme. Një pjesë e banorëve janë pa drita, një pjesë e familjeve janë pa drita si pasojë dëmtimit të rrjetit elektrik dhe hidraulik. Ata nuk kanë qoftë në një pjesë nuk ka ujë të pishëm, në një pjesë nuk ka energji elektrike si pasojë dëmeve që janë shkaktuar rrjetit elektrik nga përmbytja që është bërë banesave të tyre. E njëjta situatë është edhe në zonën e Kënetës, ku nga banorët raportohet se uji ka filluar të tërhiqet minimalisht, por në zonat e tjera uji nuk është tërhequr, pavarësisht se nga shtabi i emergjencës thuhet se të 4 hidrovorët që ka në dispozicion Bashkia Durrës janë në kapacitet plot për tërheqjen e ujit, gjithsesi uji qëndron në zonën e Kënetës dhe në zona ku është poshtë nivelit të detit, duhet theksoj edhe në zonën e plazhit ka përmbytje, ndërkohë që uji prej 3 ditësh është prezent në pjesën më të madhe të territorit, pavarësisht se është bërë tërheqja në disa prej banesave. Këto përmbytje kanë sjellë të paktën 900 familje, kanë sjellë probleme të paktën tek 900 familje në bashkinë e Durrësit, janë evakuar rreth 200 persona të cilët qëndrojnë në kovalescencën e Durrësit pasi janë evakuar nga shtabi i emergjencës për t'ju siguruar shtrehim dhe ushqim në kovalescencën e Ministrisë së Brendshme në Plepa, ndërkohë që situata është e vështirë. Kjo pas ditën e sotme, jo vetëm rreshje, por temperaturat kanë rënë disa gradë duke sjellë edhe një të ftohtë, i cili vështirëson edhe më shumë jetën e përditshme të qytetarëve të Durrësit që gjenden në ujë.
Klodi, duke qenë se ke patur komunikim me emergjenca civile, është menduar që mund të jepet edhe të shpallet gjendja e emergjencës, duke qenë se me ligjin e 2019 japet rrugë dhe dëmshpërblimit banorëve, dhe duke qenë se shpresojmë që mos të ketë rëndim situatës, po kjo mendohet tani, si do bëhet, do ketë një dëmshpërblim për ta? Nga shtabi i emergjencës, nga Bashkia e Durrësit me cilin kemi komunikim të vazhdueshëm, i gjithë stafi bashkisë dhe të gjithë punonjësit e njësive administrative janë në terren për të bërë verifikimin e dëmeve. Megjithatë, bashkia tha që kemi 15 grupe në terren, ne kemi qenë në terren gjatë gjithë këtyre ditëve. Grupet kanë qenë në një pjesë të banorëve ku ka patur më shumë problematika por deri tani nuk është thënë për shpalljen e situatës emergjencës, ndërkohë që është bërë verifikimi në një pjesë të banorëve, do të them është një pjesë minimale në krahasim me numrin e konsiderueshëm të familjeve të cilat kanë nevojë dhe janë përmbytur nga rreshtit e 3 ditëve më parë në Bashkinë e Durrësit. Sipas tyre, gjithmonë banorët ankohen se është e treta herë që ata janë përmbytur gjatë vitit të fundit, ndërsa dëmshpërblimi për të paktën për pajisjet dhe mobiljet dhe elektroshtëpiaket e tyre ka qenë minimal në raport me dëmet që ata kanë pësuar ose ka qenë selektiv gjithmonë sipas banorëve dhe sipas informacioneve që marrim nga terreni. Mirë, Klodi, faleminderit për gjitha informacionet që ndave me ne, padyshim do të kemi komunikime të tjera në vijim për të parë situatën në argjinaturën e lumit Erzen, duke qenë se ka dalë nga shtrati, nëse ka rrezik për banorët aty edhe nëse ka përmbytje të tjera. Faleminderit. Faleminderit ju. Vjojmë me tjera informacione, antarja e Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike Iliriana Kuçana ka kallëzuar në SPAK Bashkinë e Durrësit, Drejtorinë e Ujitjes dhe Kullimit në Durrës dhe Ministrinë e Bujqësisë për përmbytjen e fundit në Durrës. Sipas Kuçanës, institucionet kanë shpërdoruar detyrën duke keq menaxhuar situatën, shpërdoruar fondet dhe duke abuzuar me tendera. Ku i kam kërkuar SPAK-ut dhe në veçanti ish drejtuesit të kreut të SPAK-ut Altin Dumani, për të marrë personalisht me këtë çështje. Atëherë çështja ka kaluar për mos kompetencë në Prokurorinë e Durrësit. Prokuroria e Durrësit e ka larë me shishën e verës së Ergys Agasit 33.000 euro dhe deri më sot unë nuk jam thirrur në Prokurorinë e Durrësit dhe nuk kam informacion se çfarë ka ndodhur me përmbytjen e 2025-s. Rikthehemi tek përmbytja 2026-s. Atëherë kemi një investim rreth 19 milion euro për hidrovorin, ku vetë zonja Sako në statusin e saj, ku do të ndaj për mediat, thot që Durrësi nuk do të ketë më probleme me përmbytjen. Ju e keni parë që jo vetëm se Durrësi ka 3 ditë i cili është nën ujë, por keni parë që këta kanë arritur të përmbysin edhe Gjirokastrën. E kuptoni se me çfarë bandet strukturuar kriminale dhe i bëj thirrje sot drejtuesit të ri të SPAK-ut, Klodian Brahos, të merret personalisht dhe të merret seriozisht me këtë kallëzim në mënyrë personale, pasi bëhet fjalë për 400.000 banorë të Durrësit dhe jo vetëm, pasi keni parë që janë përmbytur dhe zona të tjera, dhe ju them dhe ju siguroj se nuk është përmbytje dhe nuk është çështje zoti. Unë kam ardhur këtu për të bërë përgjegjës pikërisht atë që mendon se është zoti shqiptarëve, Edi Rama, që në shërbim ka vënë djajt e tij, ku të cilët duhet të themi që çdo vepër korrupsioni, krimi, ku të gjithë shqiptarët i keni parë se me çfarë qeverisje kemi të bëjmë, me një narkoqeveri, ja u kemi thënë vazhdimisht dhe kemi rreth një vit që ju themi që këta janë një grup i strukturuar kriminal, na kanë paragjykuar një pjesë edhe shqiptarëve, po edhe të gazetarëve. Sot ju i shikoni me video, në ditët në vazhdim do të shikoni video ku koordinatorët e krimit dhe përfaqësues të koordinatorëve të krimit janë në pazare të drejt për drejta me Edi Ramën. Edi Ramën nuk shpëton dot më askush as bashkëpunëtorët e tij. Edi Rama do duhet të shkojë të përgjigjet për çështjen me Gonigal dhe për çështjet të nxehta të cilat ndodhen në SPAK. Zonja Kuçana, si paraqitet sot situata në Durrës? Ju keni qenë në terren prej disa ditësh dhe e keni parë nga afër përmbytjet dhe familjet të cilët po vuajnë nga kjo përmbytje. Atëherë unë ju them që situata është një situatë shumë e rënduar. Keni qytetarë të cilët ndodhen në ujë, ku investimi gjithë jetës së tyre ndodhet nën rrenojat e ujit. Keni qytetarë të cilët jo vetëm dëmin ekonomik, por dëmi psikologjik që kanë këta qytetarë është i parikuperueshëm. E imagjinoni dot
që sa familje janë larguar dhe kanë lënë gjithë investimin e jetës tyre për të shpëtuar. Në 2026 në trenin Europian, ku Edi Rama thot që ne jemi drejt Bashkimit Europian, nuk ka vend të Bashkimit Europian ku qytetarët lihen në mëshirë të fatit, ku duhet të themi që institucionet përveç se janë inekzistente, dhe unë juftoj si gazetar, pasi ju e dini që koherencën politike unë e ruaj dhe jam e gatshme të vi bashkë me ju për të shkuar në zonat e përmbytura siç janë Shkozeti, Xhavzotaj, zona e Isknetës, zona e Sukthit, gjitha zona që ju keni parë të përmbytur, për të parë që përveç se ka një indiferencë totale të institucioneve, sepse realisht ata nuk e kanë më hallin e qytetarëve, ata kanë hallin, fillimisht kishin hallin për të vjedhur paratë e shqiptarëve, tashmë kanë hallin t'i fshehin ato para, por nuk do t'i fshehin më, se siç e keni parë, Departamenti i Shtetit Amerikan ka thënë eksaktësisht që deri në fund të marsit do të shikohet me prioritet Shqipëria, dhe cili do që mendon se ka vjedhur paratë e shqiptarëve dhe mendon se do të shpëtoj, e ka shumë gabim dhe i ka bërë llogarit gabim. Zonja Kuqana, ju cekët pak më herët që kreu i grupi strukturar kriminal, duke u referuar kryeministrit, del në për video dhe do publikohen së shpejti. Çfarë përmbajtje kanë këto video dhe ku ndodhen këto video? Edhe së dyti, sapo thatë që njërin prej kallëzimeve të bërë vitin e kaluar ju është shpallur mos kompetenca. Çfarë ju bën të besoni që i ridrejtoheni sërish së paku? Atëherë, unë ju siguroj që përveç prapo e nis me kallëzimin, i cili është shqetësimi kryesor në këtë momente për qytetarët Durrësak dhe jo vetëm Durrësak, por të gjithë qytetarët e Shqipërisë që ndodhen nën përmbytje. Unë jam sot këtu për zotimin që ju kam bërë qytetarëve Durrësak si politikane e re e cila sjell një model ndryshe, që të merresh me politik është të mbash përgjegjësi dhe të zotohesh para fjalëve të qytetarëve, ti mbash në koherencë. Dhe unë jam sot këtu pikërisht për t'ju përgjigjur atyre qytetarëve Durrësak që ju kam premtuar dhe ju premtoj që do të jem gjithmonë në krahun e tyre. Për sa ju përket videove dhe mesazheve, unë ju siguroj që ju do duhet të jeni kohë të gjata këtu përpara spakut, zhvillime do jenë shumë intensive, ju siguroj që do keni zhvillime drejt për drejt në oborrin e Edi Ramës, në qoftë se Edi Ramën e keni parë nën panik dhe të friksuar se antarët, po themi, e BKH-s apo të spakut të cilët duhet bëjnë punën e tyre dhe ajo është detyra e tyre dhe unë i bëj thirrje në këtë moment spakut që duhet të ketë më intensive dhe duhet të shtoj intensitetin për këtë pjesë, pasi shqiptarët ndjehen të vjedhur, ndjehen të braktisur, shqiptarët ndjehen sot njerëzit të cilët janë pa shpresë dhe nëse spaku nuk do të kryej detyrën që i takon, pra se ju duket sikur spaku po bën thjesht detyrën që i takon dhe që do duhet ta kishte bërë me kohë. Ne ju kemi thënë shqiptarëve dhe po e përsëris, kemi të bëjmë me një grup të strukturuar kriminal dhe ju e keni parë në video, e keni parë në përgjime, do ta shikoni në ditët në vazhdim. Ne jemi njerëz që merrem me politik, patjetër që kemi informacionet tona, patjetër që kemi burimet tona dhe ne ju sigurojmë që Edi Rama, dhe kjo nuk është retorik politike, sepse sot nuk kam dalë për të bërë retorika politike as politik, sepse ky është hall personal i çdo shqiptari që është përmbyt shtëpia. Unë jam qytetare, jam nën, pastaj jam politikane dhe më lejoni që sot të flas pikërisht si qytetare e cila edhe shtëpia prindërve të mi është e përmbytur. Pra, unë më lejoni që t'ju sjell pra raste të cilat unë i shikoj vetë çdo ditë përveç qytetarëve, po ju them që duhet të flasim me fakte dhe duhet jemi koherent. Të gjithë qytetarët e Durrës që ndodhen sot nën ujë, ju ftoj të gjitha media, megjithëse keni qenë prezent, edhe ju falenderoj se keni bërë një punë të jashtëzakonshme, ku është hera e parë, më lejoni t'ju them për të gjitha mediat, është hera e parë që paraqitet situata në të vërtetë siç është dhe gjej rastin ti falenderoj të gjitha mediat, të gjitha televizionet, sepse televizioni dhe është pushteti i katërt dhe televizioni duhet të bëj pikërisht punën e pushtetit të katërt. Jeni pushtet shumë i rëndësishëm, por më lejoni t'ju them që kjo që po ndodh me Durrësin dhe me Shqipërinë do duhet të paraqitet pa filtra dhe unë jam këtu dhe do të jem me kallëzime të tjera për Durrësin, ku ju them që tenderat dhe parat e Durrësakëve kanë shkuar në mënyrë të drejt për familjarët e Mirjana Sakos, Zotit Kovaçi e të tjerë. Prandaj, më lejoni t'ju bëj thirrje edhe një herë Zotit Klodian Braho, duke ju uruar suksese për punën e tij. Zoti Braho, ne duhet të kemi besim. Unë futem në kategorinë e njerëzve që dua ta besoj sistemin e drejtësisë,
por ju lutem, zoti Braho, merreni personalisht të kallëzim dhe hetoni çdo person që është përgjegjës për mbytjen e qytetarëve të Durrësit dhe gjithë Shqipërisë. Faleminderit. Aksi Nacional Qukës Qafë Ploçu mbyll plotësisht mbrëmjen e djeshme pas shëmbjes së masivit të dheut pranë tunelit, duke bërë që policia rrugore të devijojë qarkullimin nga rruga e vjetër. Ne do të kemi një komunikim të drejtë për drejtë tani me kolegen Lorena Kodra, e cila do të na jap më shumë informacione. Po Lori. Problematike, siç është aksi i ri Qukës Qafë Ploç, i cili sikurse mund të shihet edhe nga pamjet, vijon me probleme të madhore duke ngritur shqetësime serioze për sigurinë e qarkullimit dhe cilësinë e punimeve në një nga projektet më të kushtueshme infrastrukturore të vendit. Për shkak të rrëshqitjeve të dherave dhe inerteve gjatë 24 orëve të fundit, nga rreshet intensive, qarkullimi i mjeteve në këtë segment është mbyllur përkohësisht pas rrezikut të krijuar për drejtuesit e automjeteve me incidentin e ndodhur një ditë më parë ku një mjet është goditur nga dherat dhe inertet. Për të shmangur rrezikun e përsëritjes së aksidenteve, policia e qarkullimit rrugor të Korçës dhe Elbasanit ka ndërmarrë masa të menjëhershme duke orientuar mjetet drejt rrugës së vjetër. Aksi do të qëndrojë i mbyllur deri në momentin kur firma kontraktore të përfundojë pastrimin e plotë të dherave dhe inerteve nga rruga dhe derisa të vlerësohet se nuk ekziston më rrezik për qarkullimin e automjeteve. Aktualisht kompania ndodhet në terren për kryerjen e nevojshme të punimeve, por këtë mëngjes qarku i Korçës është përfshirë edhe nga rreshtet e Dëborës, që siç shihet edhe nga pamjet ka përfshirë edhe aksin e ri, ndërsa ende nuk dihet se sa do të zgjasë bllokimi i qarkullimit në këtë zonë. Ne jemi rikthyer për të disatën herë në këtë aks, pasi problemet me rrëshqitjet e dherave janë shfaqur her pas here, duke rikthyer edhe një herë pyetjet mbi sigurinë, standarde teknike dhe cilësinë e ndërtimit të kësaj rruge. Aksi Qukës Qafë Ploç, i cili ka kushtuar rreth 260 milion euro dhe është ndërtuar për më shumë se 14 vite, është prezantuar si një segment strategjik për lidhjen lindje-perëndim, por fenomenet e përsëritura po e vënë këtë rol në pikpyetje. Deri më tani, autoritetet kanë bërë të ditur se gjatë periudhës së dimrit, ky aks do të jetë nën monitorim të shtuar për shkak të problematikave që shfaq her pas here, sidomos në kohë rreshjesh. E qartë mirë Lorena, faleminderit për gjitha informacionet që ndave me ne do të shohim të tjera zhvillime. Niveli i prurjeve në lumin Vjos në urën e Mifolit ka kaluar mbi pikat e matjes, ku uji ka arritur në gjatësinë e argjinaturës, duke rrezikuar përmbytjen e fshatrave përreth. Për detaje do të kemi një komunikim të drejtë për drejtë me kolegun Enrik Mehmeti. Enrik, përshëndetje, si paraqitet situata aty? Përshëndetje, situata paraqitet shumë problematike. Këtu jemi në një pjesë të punës që bërë gjatë natës sa i përket argjinaturës së mbrojtjes. Lumi ka të i kaluar nivelin edhe bëhet fjalë që tashmë rrezikshmëria e të rritur në mënyrë të ndjeshme. Aktualisht që shikoni ka një numër shumë të madh të gjitha ekipeve të punës, që nga ushtria, emergjencat civile të bashkisë, emergjencat civile pra të qendrore, policia, FNSH, të gjithë me radhë, pra, po ashtu janë gati, ka filluar lëvizjet edhe të gomoneve, të mjeteve ujore në 2 pika të ndryshme, në një prej të cilave një në zonën e Novoselës dhe një tjetër në afërsitë të fshatit Fitore. Aktualisht, tu në pikën që ne jemi, siç e shikoni, niveli i lumit është tejet i lartë dhe gjithë pjesa që ne kemi parë ditën e dieshme dhe ku kam raportuar mbrëmjen e dieshme, tashmë është nën ujë. Rrezikshmëria është tejet e lartë, se nëse do të tejkalohet ose do të dëmtohet argjinatura, bëhet fjalë për një rrezikshmëri dhe një situatë shumë alarmante. Tashmë kemi një prononcim të ministrit të mbrojtjes live në lidhje me situatën se çfarë do të ndodhë në orën në vazhdim në këtë operacion. Ndjekim? Do ndjekim përëndësimin e ministrit Piro Vangu.
është në shoqërinë e Ministrit të Bujqësisë Andis Salla, Kreu të Emergjencave Civile Haki Çako. Ndjekim prononcimin e tyre. Jeni gati? Po. Përshëndetje të gjithëve, sapo kemi përmbyllur Komitetin e Emergjencave Civile të Vlorës në drejtimin e kryetarit të shtëpisë edhe të drejtorit të fuqishëm të emergjencave civile. Së bashku me Ministrin e Policisë kemi realizuar dislokimin e forcave civile dhe ushtarake në terren në të dy krahët e grupit të studiosës. Aktualisht janë dhënë urdhër dhe evakuim për banorët dhe plotësorin në 3 fshatra të Novosfelës, në Vishank, gjithashtu në Teras nga ana përballë. Aktualisht, forcat armatose janë dislokuara 3 këto fshatra për të mundësuar evakuimin e banorëve. Ekipet e emergjencave dhe urgjencave mjekësore janë gjithashtu në praninë në çdo banesë për të siguruar mbarvajtjen e operacionit dhe për të ofruar mënyra shëndetësore në rast të nevojë. Pika e parë, pika e ordreve të ekipit të japjes të pjesë janë në gatishmëri dhe po bëjnë përforcime të proceseve. Jemi në momente ku kotat maksimale janë të i kaluar, jemi ende 30 cm më poshtë të situatës që pikëm në nëntorin të kaluar, por pruret janë të atilla që konsiderojmë për fiksimin në 4 orë të marit. Është një realitet meteorologjik i cili do jetë dinamik dhe do na sjellë prurje në të gjithë basenin e Vjosës. Ndaj kemi marrë dhe vendimet për këto evakuime. I kërkojmë banorëve që të zbatojnë udhëzimet e policisë të shtetit që është terren, të ndihmojnë forcat armatosura për të mos penguar evakuimet qoftë të banorëve, qoftë të fermave dhe të gjithë së gjallë, në mënyrë që të kalojnë nga ana përtej zonës të rrezikut. Një pyetje që më bëj shpesh dhe dua ta sqaroj për të parë publikun, për sa i përket konstatimit të dëmeve dhe dëmshpërimit, patjetër që bashkitë grupet e emergjencave me tejkalimin e situatës në momentin e parë të bëjnë konstatimet, të bëjnë vlerësimet dhe Ministria e Mbrojtjes, Emergjencave Civile, Ministria e Bujqësisë, Ministria e Financave do të mundsojnë kompensimet për katës, që janë parashikime ligjore, ndaj duhet të ketë asnjë shqetësim për këtë pjesë. Nga ana tjetër do marrim masa përmes rezervave të shtetit që sigurojmë dhe ushqim koncentrat për baktin në ditët të vijim në rast se do jetë nevoja sipas parashikimeve që kemi. Sikundër dhe banorët e evakuuar, Bashkia e Vlorës ka siguruar të gjitha kushtet qoftë në konvikte, qoftë edhe në hotele që janë në dispozicionin e emergjencave civile për të qëndruar pranë banorëve në zërë. A kemi një rrezikshmëri i vitit 2015? A në nivel të përmbytjes? Jemi ende larg atij niveli, por prurit janë të atilla që mund të arrijmë atë nivel. Lajmi i mirë është që të gjitha infrastrukturat e kullimit, kanalet, argjinaturat kanë mbajtur, kanë qëndruar, vijojnë dhe përforcohen. Ministri do japë disa sqarime për këtë pjesë. Çfarë sa të kanë ministrin e parë? Kemi në gjithë Ministrinë e Bujqësisë, Drejtoritë e Varfërisë, pjesa e veterinarisë që janë në terren për të bërë evakuimin e të gjithë temave dhe pive që dhe kemi tënë në këtë sektor. Kemi disa zona të cilat jemi duke ndërhyrë bashkë me emergjencat civile pasi nuk më janë bindur banorët, jemi duke bërë evakuimin edhe në këtë zona, në mënyrë që ne mos kemi probleme të këtij sektori. Duhet të theksoj që bordi i kullimit është në terren me 16 ekskavatorë në qarkun e Fierit dhe të Vlorës, në mënyrë që ne të bëjmë të mundur të gjithë ato problematika të cilat janë në sektorin bujqësor, në ndërhyrje të argjeneraturave, por edhe problematika që lidhen në emergjencë, ku ne kemi pas nevojshme për ndërhyrje me mjete të rënda, që janë mjetet e ekskavatorit të kraj gjatë që ne kemi pranë bordit të kullimit. Jemi në situatë ku çdo hidrovor është në funksion të plotë në kapacitetet flota, në mënyrë që të përballojmë situatën me krijuar në gjithë të emergjencë që të krijuar tashmë në këtë situatë. Por që jemi pranë banorëve në mënyrë që ne të bëjmë çdo evidencim, në mënyrë që të bëjmë dëshpërtimet e nevojshme në sektorët që janë prek, kryesisht në bujqësi, të bëjmë me bashkinë të gjithë evidentimin bashkë me Ministrinë e Bujqësisë në sektorin cilin ne kemi
për të mbuluar bashkë me emergjencët civile, në mënyrë që çdo banor të mos mbetet i pa mbështetur nga qeveria, do të jemi pranë tyre në çdo moment, në çdo situatë, por edhe ndaj dëmshpëtimeve të tyre. Zotëria, kush janë masat që keni marrë ju së bashkisë? Që në këtë situatë, që është një situatë jashtëzakonshme për sa i përket kushteve meteorologjike, prioritet merr jeta e njeriut dhe ajo ku ka qenë fokusi, ka qenë kujdesi shëndetësor, ashtu siç edhe ministrët e paraqitën situatën, ekipet shëndetësore janë duke trokitur shtëpi në shtëpi me smundje kronik për të asistuar ndihmën mjekësore dhe pa diskutim planet e masave që u paraqitën për evakuim. E rëndësishme është alertimi. Jemi duke alertuar që ne jemi në terren, nuk kemi shkëputur nga terreni 24 orë, edhe alertimi është suporti kryesor. Edhe media duhet të jenë në krah të qytetarëve për t'i bindur ata që shpesh herë hezitojnë për të kuptuar që nuk mund ta lënë veten sa evakuohen në pikën ku situata do të jetë emergjente. Kush janë zonat më problematike që është ndërhyrë të pam disa mjete tashmë të emergjencave civile që po shkonin me gomone, me mjete ujore. Kush janë pikat? Ju e dini që Bishani është fshati kryesor, aty ku ne kemi evakuuar një fermë kryesore që 200 klerë dhe janë evakuar dhe sigurisht që është siguruar ushqimi për pjesën tjetër që nuk paraqesin rrezik, por pika kritike ngel Novostela dhe Alibani, sepse duke qenë zonjat ju dini që pjesa tek fshinat ku ne bashkë me ministrin që në orët e para të mëngjesit jemi duke punuar sa droma që të arrim të suportojmë të krijojmë një lloj agjinature aty në mënyrë që mos na dali ajo pikë që është kritike. Ndërkohë kemi parë një situatë më të lehtësuar qytetin e Vlorës, ndryshe nga rreth tjera që ka pasur përmbytje, cilat janë masat që janë marrë dhe që do të merren në vazhdim që edhe qyteti mos të ketë ato mbytjen e rrugëve. Siç e dini, hidrovori është pika kryesore edhe është në kapacitet të plot të punës. Edhe kanali Naunkës që është një kanal i cili në ndihmë me sportin e ministrit Vëngu është punuar gati 2 javë në qytet dhe ai kanal është në kapacitet të plot në qytet. Edhe pa diskutim në vëmendjen e strukturave të bashkisë kanë qenë pusetas dhe çdo lloj suporti rrugës logjistik që i kemi dhënë situatës dhe kjo ka dhënë rezultate në qytet. Faleminderit. Pra, ndoqët live ishim ministrat bashkë me kryetarën e bashkisë, tu kemi një situatë problematike, si që shikoni edhe nga pami, po ashtu që deklaroi edhe vetë ministri, faktën nga situata është në një farë mënyre nga dishmëri dhe është alarmante, tash më ka nisur ndërhyrja për disa evakuime, në këtë moment që flasim ujë vijon që të ngrihet, ka rritje të nivelit të vazhdueshëm, në orën e vazhdim pritet akoma rritje e dishmërisë dhe është edhe të operacionet e evakuimin e banorëve të zonës, po ashtu edhe të gjedhve të gjallësave pra që kanë banorët e zonës në Tirja. E kemi parë shpeshherë që në raste të tilla banorët kanë në një farë mënyrë nuk kanë planuar që të evakuohen nga ato zona problematike dhe zona të përmbytura. Shpresojmë shumë që mos ketë rëndim dhe përkeqësim të situatës. Ne do të kemi komunikime të tjera në vijim, Enrik, për të përditësuar me informacionet e fundit. Shpresojmë gjithashtu që mos ketë rreshje shiu edhe në rrjedhën gjatë rrjedhës lumit Vjos, Përmec, Tepelen, por edhe në Drinos të Gjirokastrës edhe në zonat përreth. Ne do të vijojmë me tjera informacione. Liçeni kryesor i Belçit ka shënuar rritje të ndjeshme të kuotës ujore dhe ka dalë nga shtrati që prej ditës së djeshme janë hapur portat e shkarkimit për të menaxhuar prurjet e shtuara, ndërsa si pasojë e shkarkimit të digës së Trojasit, segmenti rrugor Belç-Trojas është aktualisht i bllokuar pasi rreshjet vijojnë. Për detaje do të kemi një komunikim të drejtë për drejtë me kolegun Fatmir Popja. Po Fatmir. Ju përshëndesim nga Elbasani, ku harta e problematikave sot shkaktuar nga moti i keq ka përfshirë pothuajse të gjithë qarkun e Elbasanit, si në zonat urbane, po ashtu edhe në zonat potrinore dhe malore. Situata më problematike gjatë mëngjesit sotëm është paraqitur në bashkinë e Belçit, ku si pasojë e mbushjes së liçenit që ndodhet uz këtij qyteti, është hapur porta shkarkuese dhe si rezultat është përmbytur një pjesë e segmentit të rrugës që lidh qytetin e Belçit me Trojasin. Fatmirësisht, hapja në kohë e portës shkarkuese ka evituar përmbytjen e njësive tregtimit dhe të familjeve të cilat jetojnë përgjatë këtij segmenti rrugor. Kjo është një situatë e paprecedent pasi rreshjet
kanë qenë jashtëzakonisht të tendura dhe është të mbushur gjithë baseni i këtij liçeni dhe vetëm hapja e portës shkarkuese ka evituar pasojat katastrofike. Ndërkohë, situatë mjaft e rënduar për shkak të motit keq paraqitet në të gjitha bashkitë e këtij qarku, sidomos në zonat malore ku ka rreshje dëbore trashësia të cilave ka vajtur mbi 10 deri në 15 cm në mjaft prej tyre dhe duke izoluar qarkullimin me automjete. Për këtë shkak, në disa prej shkollave varëse të zonave malore dhe në disa shkolla nëntëvjeçare nuk është zhvilluar mësimi, pasi personeli mësimor nuk ka mundur të shkojë pasi shumica e tyre udhtojnë nga zonat urbane drejt zonave rurale. Ndërkohë, mjaft prej akseve rrugore për shkak të rreshjeve të tindera të dëborës sot kanë qenë të bllokura dhe vazhdon të ketë intensitet të lartë të dëbore. Kështu, aksi rrugor që lidh qytetin e Elbasanit me Gjinërin e Zavalinën është mjaft i vështirë për të qarkulluar dhe në disa zona i pakalueshëm. Po kështu edhe segmenti rrugor që lidh gjithashtu qytetin e Elbasanit nëpërmjet qafpratës, rruga e vjetër është i pakalueshëm, gjithashtu edhe rruga drejt Funarit, Lapinot Malit, pra në bashkinë e Elbasanit. Ndërkohë, situatë problematike për shkak të dëborës është shfaqur edhe në segmentin rrugor që lidh Luniku në bashkinë e Librazhit me njësinë administrative Steplev dhe me Qarrishtën. Ndërkohë, edhe Strava në bashkinë e Prinjesit sot ka qenë izoluar për shkak të dëborës. Ndërkohë, përmbytje ka patur për gjatë rrjedhës së lumit Shkumbin në disa sipërfaqe toke bujqësore, po kështu edhe në bashkinë e Gramshit. Ndërkohë janë intensifikuar rreshjet e tendra të shiut, por edhe të dëborës në zonat malore. Ndërkohë, për sa i takon qarkullimit në të gjitha akset e rrugës kombëtare, vazhdon të jetë e njëjta situatë siç kanë vizituar gjatë ditëve të fundit për shkak të vështirësive që janë në disa akse ku punohet nga kompanitë për zgjerimin e korridorit 8. Kto janë disa të dhëna deri në mesditën e sotme për sa i takon situatës së krijuar nga rreshjet e tindera të shiut dhe të dëborës në të gjithë qarkun e Elbasanit. Faleminderit shumë Fatmir për gjitha informacionet që ndave me ne, edhe bashkë do të kemi komunikime tjera në vijim në rast se ka dinamika të tjera. Do të shkojmë tani me pamje të drejtë për drejta nga mbledhja e anëtarëve të Demokrat të Këshillit të Mandateve. Është zoti Arduli Bashi që po mban fjalën e tij. Bllokojnë kërkesën e prokurisë posaçme për të hequr imunitetin. Partia Demokratike e ka bërë të qartë në të gjitha gjatë gjithë kësaj kohe, po dhe me kërkesat që ne jemi në mbështetje të plotë për të vazhduar procedurën për të hequr imunitetin e deputetes ministres zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Provat që ka sjellë prokuroria janë të qarta që kërkesa për të zëvendësuar masën nuk është sepse prokuroria nuk po zbaton, prokuroria nuk ka të mundur zbatimin e masës së pezullimit. Ka ardhur për shkak se janë rënduar rrethanat, është rritur rrezikshmëria shoqërore e personit pandehur, për shkak se sipas prokurorisë e evidentuar kjo me metoda speciale, ajo ka intimiduar dëshmitar dhe gjithashtu janë rënduar rrethanat për shkak se janë shtuar akuzat e prokurorisë në lidhje me veprimet e palishme të zonjës Balluku. Ne kërkojmë me urgjencë thirrjen e mbledhjes, edhe sot që kërkojmë përsëri, Niko Peleshi, kryetari i Kuvendit, e ka penguar thirrjen e Këshillit, duke mos bërë asnjë veprim për të njoftuar qoftë zonjën Balluku, qoftë prokurorin kërkuesen e heqjes së imunitetit, apo dhe pjesën tjetër të anëtarëve të Këshillit. Theksoj se rregulloria e përcakton fare qartë, jo vetëm që të drejtën e ka gjysma e anëtarëve të Këshillit, pra 5 anëtarë që jemi ne të opozitës e kemi të drejtën për ta thirrur njësoj me kryetarin, edhe kjo e vë kryetarin në detyrimin ligjor për të njoftuar palët dhe për ta thirrur mbledhjen, por gjithashtu mbledhja është e vlefshme kur prezent janë 5 anëtarë, pra nuk duhet 50% plus 1. Mjafton gjysma anëtarëve, mjafton ne që jemi prezent këtu sot, që mbledhja të jetë e vlefshme. Me veprime dhe mos veprime vazhdon kryetari i Kuvendit që ta bllokojë haptazi nën urdhrin e kryeministrit, deklaratat të cilit i keni fare të qarta, përtej konfuzionit të deklarimeve të gjithë secilit është e qartë. Urdhri vjen i pastër nga Edi Rama. Si atë ditë kur u ndërprer mbledhja, si në vazhdim për të mos lejuar që Këshilli të bëjë detyrën e vet kushtetuese. Praktikisht, Kuvendi i Shqipërisë, Edi Rama, duke urdhëruar mazhorancën, kryetarin e Kuvendit po e kthen Kuvendin
dhe procedurën për heqjen e imunitetit në një korracë për mbrojtjen e korrupsionit. Kjo bie ndesh jo vetëm me doktrinën ndërkombëtare, po bie ndesh me kushteturën e Republikës së Shqipërisë, rregulloren e kuvendit, jurisprudencën e gjykatës kushtetuese. Është qartazi rrëzim i tërë propagandës të Edi Ramës në lidhje me reformën drejtësi, dhe për këtë s'duhet ketë dyshim askush. Por në fakt është goditje drejt për të penguar instrumentin që kushtetuta parashikon për të hetuar deri në fund korrupsionin, duke filluar nga zyrtarët më të lartë e duke shkuar deri në fund. Me këto veprime, sigurisht Edi Rama nuk bën gjë tjetër, kërkon të mbrojë veten e vet. Kjo nuk është mbrojtje për Ballukun. Ajo përpjekja për të penguar pezullimin nëpërmjet përdorimit të gjykatës kushtetuese me pretendimin se ka konflikt pushtetesh është një gjë krejt tjetër nga kjo që ai pretendon që thotë unë e bllokoj këtë mbledhje derisa ta shqyrtoj gjykata kushtetuese. Kësaj radhe diskutohet çështja e imunitetit dhe debati që ka parlamenti është i thjeshtë. A ka apo nuk ka ndjekje politike për deputetin apo ministrin? Është vetmja detyrë që ka parlamenti për shqyrtuar. Nëse një pushtet tjetër po sulmon politikisht parlamentin, jo një deputet. Provat e sjella dhe relacioni që ka paraqitur prokuroria e bëjnë fare qartë. Nuk ka asnjë element për ndjekje politike e përrjedhoi parlamenti ka detyrimin me urgjencë për ta bërë këtë më njëherë. Tani duhet të theksojmë diçka. Edhe në pretendimin me shkresë të kryetarit të kuvendit në fund vitit që shkoi, se na pas ka kërkuar avokati i zonjës Ballukut 3 javë, pavarësisht se për këtë nuk ka një vendim dhe duhet kishte vendim të Këshillit, edhe ky afat ka kaluar. Pra është e qartë që gjithë përpjekja është si për ta zvarritur gjithmonë më tej, për t'i dhënë mundësinë Ramës dhe Ballukut që të vazhdojnë të ushtrojnë presion, të intimidojnë dëshmitarët, pushtetin, magjistraturën dhe gjithashtu të vazhdojnë aktivitetet e tyre, të vazhdojnë të hapin procedura tenderimit të tjera, në kushte kur vetë prokuroria ka konstatuar që qenia në detyrë e zonjës Balluku përbën një rrezik për mundësinë për të përsëritur veprat penale. Ne e kemi të qartë që në këto kushte Edi Rama nuk ka për të ndryshuar qëndrim, pra nuk është çështje procedure. Do të gjejnë çdo lloj deformim të presjes dhe gërmës së rregullores për të arsyetuar pse duhet ta zvarrisim më tej. Ne kemi paralajmëruar përpara që do të bëjmë kallëzim penal për kryetarin e kuvendit, që me veprimet dhe mosveprimet e tij ka penguar autoritetin kushtetues të Parlamentit të Shqipërisë për të shqyrtuar këtë kërkesë, mbi të gjitha ka penguar nëpërmjet këtyre veprimeve bërjen e drejtësisë, duke penguar prokurorinë që, duke marrë autorizimin e kuvendit, shkoi të marrë masën e arrestit përpara gjykatës së posaçme. Pra ne jemi të gatshëm dhe kemi përgatitur dhe në firmosur kallëzimin penal për kryetarin e kuvendit, i cili do të depozitohet në momentin më të parë të mundshëm për të gjitha këto shkelje që janë bërë. Sigurisht, ta kemi të qartë edhe një herë. Është Edi Rama i cili po mbron veten e vet, po përdor parlamentin, nuk është thjesht një mbrojtje që bëhet një deputeti apo një ministri të caktuar. Ai e parashikon e sheh që kjo situatë do të agravohet gjithmonë më tepër dhe nuk ka asnjë ekivok. Edi Rama nuk do të largohet thjesht duke ndjekur procedura. Edi Rama largohet me protesta të vazhdueshme. Është vetëm mundësi që ky kryeministër, i cili e ka kthyer korrupsionin në një formë tjetër të rrezikshme të krimit të organizuar, të shporret nga ajo detyrë dhe qytetarët kenë mundësinë që të qeverisin në mënyrë të drejtë. Kjo ishte prononcimi për lidhje me këtë çështje.
Së pari, nuk e kam gjuar të plot deklaratën e zotit Sheaj, por besoj zoti Sheaj dhe çdo shqiptar nuk ka nevojë për prova të tjera shtesë për të konstatuar që Belinda Balluku dhe qeverisja e Edi Ramës është një qeverisi e korruptuar, dhe se Belinda Balluku në procedurat për cilat është akuzuar nga prokuria e posaçme ka mjaftueshëm të dhëna edhe sot që flasim që ka kryer krim në mënyrë të përsëritur. Së dyti, në gjykimin e 5 antarëve të opozitës në Këshillin e Mandateve, është vetëm respekti ndaj ligjit ai që mbron interesin publik. Në asnjë rast dhe në asnjë rrethan, shkelja e ligjit nuk i shërben mbrojtjes interesit publik. Ligji ekziston pikërisht për të mbrojtur interesin publik. Dhe streti nuk mund të pretendosh që je me drejtësinë ku kërkon të kryet një veprim që e cënon drejtësinë. Kërkesa për të ruajtur sekretin hetimor është një kërkesë e prokurisë së posaçme. Dhe kërkesa e prokurisë është që do duhet ruhet sekreti hetimor që të mos cënohen hetimet që vazhdojnë nga prokuria e posaçme. Do të ishte në interesin e Edi Ramës që ne të cënonim sekretin hetimor, të prishnim hetimet e përpasoj të pengonim drejtësinë. Prandaj dhe çdo thirrje që i bëhet antarëve të opozitës në Këshill që të shkelin ligjin dhe të cënojnë sekretin hetimor, është në fakt vetëm një thirrje në interes të drejtë për drejtë të Belinda Ballukut dhe të Edi Ramës për të cënuar drejtësinë dhe për të cënuar vijimin e hetimeve. As nuk e kemi bërë, as nuk kemi ndërmend ta bëjmë. Është strategjia e Edi Ramës. Edi Rama i ka marrë provat që ka sjell prokuria. Një pjesë për ju, që kam thënë dhe herën e shkuar, ishin dëshmitar ku filloi të tregonte se çfarë përmbante, pra një pjesë të materialeve që përmbante USB-ja e sjell nga prokuria. Pra ata i kanë marrë materialet. Thjesht kanë ndërtuar një strategji që duan t'i nxjerrin në publik për të prishur hetimet dhe për të penguar prokurin në një hetim të plot dhe gjithanshëm, i cili çon detyrimisht, sipas atyre provave, te kreu i organizatës kriminale, se janë një organizatë kriminale që është Edi Rama, prandaj do ishte në interesin e tij që ne t'i cënonim hetimet, të mos zbatoni një kërkesë të prokurorisë, dhe është një kundërthënie e madhe që nga mëngjesi deri në darkë ne bëjmë thirrje të mbrojmë drejtësinë, të mbështesim drejtësinë, dhe nga ana tjetër na bëhet thirrje që të kryejmë veprime që të cënojnë drejtësinë, që pengojnë spakun të kryej hetimet, apo të ndihmojmë në këtë rast duke cënuar hetimin të ndihmojmë Edi Ramën. Nuk ka për të ndodhur kurrë. Jemi betuar që do të respektojmë kushtetutën dhe ligjin, sepse kjo është e vetmja mënyrë për të shërbyer interesit publik. Faleminderit juve. Ndoqëm konferencën për shtyp të antarëve demokratë në Këshillin e Mandateve, siç e shihni në fleshi informativ në djathtë e ekranit, ka një ngjarje të rëndë të minutave të fundit në qytetin e Durrësit, me sa duket gjithë situata atmosferike në vend ka shkaktuar dhe viktimën e parë. Ne do të kemi një komunikim të drejtë për drejtë tani me Klod Haxhiajin për të mësuar më shumë detaje. Klodi, përshëndetje. Dihen detaje mbi viktimën? Presim vetëm pak sekonda, ndërkohë këto janë pamje të qytetit të Durrësit që ka patur problemet shumëta në disa zonat qarkut. Problemi më i madh aktualisht është Sukthi dhe zonat përreth, Hamallaj, ku është qarë dhe argjinatura e lumit Erzen, ndërkohë viktima, sipas njoftimit policisë, është në një zonë tjetër, në zonën e Plepave, aty është gjendur. Gjithsesi, Klodi do të na njohë me detajet nëse ka të tilla, duke qenë se ngjarja është e minutave të fundit dhe vetëm pak minuta më parë ishte edhe njoftimi i policisë së shtetit. Nuk e di nëse është Klodi në linjë? Këtu. Po, Klodi. Kledi, kemi një informacion të fundit ku shënohet dhe viktima e parë si pasojë e përmbytjeve të 3 ditëve të fundit në Bashkinë e Durrësit. Bëhet fjalë për një 54 vjeçar, i cili ishte denoncuar nga familja e tij si i zhdukur rreth 2 ditë më parë, i gjetur, i mbytur në zonën e Plepave në Durrës,
nga ana e policisë dhe polumbarëve vetëm pak minuta më parë. Burimet nga policia më kanë bërë me dije zyrtarisht sepse familja e kishte deklaruar të humbur dhe pas një kontakt 54 vjeçarit i cili dyshohet se është punonjës i Bashkisë së Durrësit. Nga kërkimet që kanë bërë polumbarët, por edhe policia gjatë ditës së djeshme dhe ditës së sotme, trupi i tij është konstatuar në një kanal i cili është pranë marinës detare në zonën e Plepave në Durrës, rreth 15 metra i thellë është kanali dhe trupi i tij është gjetur vetëm pak minuta më parë i mbytur. Sipas policisë dyshohet se ka marrë rrjedha e ujit dhe ka përfunduar në kanal. Gjithsesi ka nisur hetimet nga ana e policisë së Durrësit për mbytjen dhe për shkaqet e mbytjes së 54 vjeçarit, i cili trupi të cilit është dërguar në morgun e spitalit të Durrësit për të bërë dhe këshyrja e trupit dhe për të nxjerrë dhe shkaku i vdekjes së tij. E qartë, Klodi, faleminderit për detajet. Shpresojmë që mos kemi më ngjarje të tilla në vijim, pavarësisht situatës së rënduar atmosferike që ka kapluar gjithë vendin, duan thënë. Ndërkohë kemi një njoftim të fundit nga Ministria e Mbrojtjes, ku si pasojë e situatës së krijuar nga përmbytjet dhe rrezikut menjëhershëm për jetën dhe shëndetin e qytetarëve, do të kryhet evakuimi menjëhershëm i banorëve të njësisë administrative Novosel në Bashkinë e Vlorës. Evakuimi do të realizohet përmes koordinimit me Agjencinë Kombëtare të Mbrojtjes Civile, prefektin e qarkut përkatës dhe strukturat e emergjencave civile në bashki. Sipas legjislacionit në fuqi, kryetari i bashkisë është autoriteti përgjegjës për urdhërimin e evakuimit të banorëve në territorin e bashkisë. Në çdo rast, komunikimi dhe kërkesat për ndihmë duhet t'u drejtohen autoriteteve publike në terren. Prioritet në procesin e evakuimit kanë fëmijët, të moshuarit, personat në hapësitë kufizuara, familjet në zonat izoluara. Transporti për evakuimin e banorëve do të sigurohet nga mjetet e bashkisë, shërbimi i mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi dhe forcat e armatosura. Menaxhimi i strehimit të evakuarve dhe asistencës për qytetarët do të realizohet nga bashkia në bashkëpunim me policinë e shtetit, njësitë e kujdesit shëndetësor, strukturat e shërbimeve sociale sipas nevojës. Në kuadër të këtij procesi do të sigurohet regjistrimi të evakuarve në momentin e mbërritjes në ambientet e strehimit përkohshëm, administrimi i nevojave bazë, përfshir ushqimin, veshmbathjen dhe ndihmën mjekësore, ofrimi i informacionit periodik për statusin e situatës dhe masat në vijim. Ky njoftim ka karakter urgjent dhe hyn në fuqi menjëherë, shkruhet në njoftimin e Ministrisë së Mbrojtjes. Me sa duket, situata në Mifol dhe pranë Grykderdhjes deltës së Vjosës është emergjente për shkak të kalimit të nivelit të argjinaturës në urën e Mifolit, kështu që rrezikohet gjithë zona e Nevoselës dhe gjithë pjesa fushore, fshatrat fitore, por dhe fshatrat e tjerë të zonës fushore të Vlorës që janë në pranë Grykderdhjes së Vjosës. Ky ishte informacioni i fundit, ndërkohë ne do të vijojmë të tjera informacione një pasqyrë në të gjitha qytetet e vendit. Do të shkojmë tani në Gjirokastër, ku gjendja nga përmbytjet është drejt stabilizimit. Situatë kritike paraqitet në vendin e quajtur Shkalla e Zezë, ku rrëshqitjet edhe u të vijojnë, ndërsa në aksin Tepelen-Gjirokastër ka vështirësi për qarkullimin e automjeteve. Do të kemi një komunikim të drejt për drejt me kolegen Brikena Metaj, e cila do të na njohë me detajet dhe informacionet e fundit. Brikena, përshëndetje. Situata në qarkun e Gjirokastrës mbetet e paqëndrueshme, pavarësisht një përmirësimi të lehtë në qytet. Problemet më serioze vijojnë në zonat rurale dhe në akset kombëtare, ku ka bllokime, rrëshqitje derash dhe vështirësi në qarkullim. Në qytetin e Gjirokastrës, në lagjen Granic, një pallat është përmbytur në katet e para dhe forcat zjarfikse ndodhen në terren për nxjerrjen e ujit nga ambientet e brendshme, ndërkohë që në zonën e njohur si Shkalla e Zezë, në aksin Tepelen-Gjirokastër, situata mbetet e rrezikshme për shkak të rrëshqitjeve të vazhdueshme të dherave dhe rënjes së shkëmbimeve masiv në rrugë, ndërkohë që qarkullimi po kryhet vetëm me një korsi dhe me kujdes të shtuarës. Vështirësi raportohen në qafën e Skërficës, ku rreshtet e Dëborës kanë sjellë probleme në qarkullimin e automjeteve në aksin Kardiq-Delvin dhe probleme janë shfaqur ndërkohë edhe në bashki të tjera të qarkut, ku nëpërmet janë evakuuar 4 familje për shkak të rrezikut nga përmbytjet dhe nga rrëshqitjet e dherave dhe daljen e projë të leusës. Strukturat e emergjencës vijojnë monitorimin dhe ndërhyrjet në zonat që janë më problematike në qarkun e Gjirokastrës. E qartë, mirë Brikena, faleminderit për gjitha informacionet që ndave me ne do të shkëputemi tani për një hapësirë publicitare.